Përshëndetje të nderuar miq, sot videot janë pak më amatore, shkaku sepse jemi të angazhuar në backstage me punë duke u përgatitur për emisionin Puls që do të jemi nesër mbrëma live në orën gjatë orës 20, më thënë nga ora 20 e sipër, për situatën në Maqedoni, por mbi të gjitha nuk do kisha lënë anash për të komentuar edhe gjestin. Unë mendoj që dëshira për të punuar nuk ka lidhje se çfarë backstage ke, por rëndësi ka t'japësh lajme të mira. Mbështetja e pafund e fansave, dëshira e madhe e fansave për ta ndjekur gjestin, për të ndjekur artin e tij, për ta patur gjestin pranë, në asnjë mënyrë nuk le që të heqin dorë. Fansat po veprojnë me një intensitet shumë të madh dhe të gjithë kanë bërë një lloj, le ta quajmë një lloj proteste. Një lloj proteste që është komentuar në për të gjitha rrjetet sociale. Protesta ishte kjo: të mbështesin këngët e gjestit, të klikojnë këngët e gjestit në YouTube. Dhe nga të gjitha klikimet, unë kam kompjuterin përpara dhe dua t'ju faktoj këtë gjë. Nga të gjitha klikimet për 4 muaj, kënga Veshu e Ndreçu ka arritur 15 milion shikime. Do me thënë 360 dhe fansat duan ta çojnë këtë këngë 20 milion klikime. Tani, si do shkon kjo kënga 20 milion klikime? Normalisht që kjo kënga do shkon 20 milion klikime duke marrë gjesti dhe kënga mbështetjen tonë të pafund, fokusin tonë, dëshirën tonë të madhe për ta ndihmuar rrugtimin e gjestit, dhe pikërisht jeni ju ato të cilët duhet të futeni në YouTube te kënga e gjestit Veshu e Ndreçu dhe të gjithë domethënë të klikoni në këtë këngën që kënga të shkojë 20 milion, që domethënë të jetë kënga më e klikuar. Kjo është një lloj proteste që bëhet nëpër grupet e hapura në emër të gjestit, që menaxhohen me patjetër nga fansat e tij, dhe do kisha dashur që sa më shumë të kemi këtë surprizën e bukur që të gjithë së bashku gjestit t'i arrim këngën 20 milion. Ne do takohemi sot në formë pak më amatore, disa herë pak më shkurt, vetëm që të jem sa më pranë jush, dhe do t'jap lajme, do t'jap thashë theme që ndodhin lart e poshtë, që kanë të bëjnë në kuadër të gjestit, Eglit dhe gjitha artistëve shqiptar pa marrë parasysh se kush janë ato. Ne do takohemi sërish së bashku, ju vazhdoni ta ndiqni me subscribe.